الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falënderojmë Allahun, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin profetin sallallahu alaihi wasallam. E ka ruajtur Zoti Medinën, e ka mbrojtur, dhe në të nuk futet kolera dhe as dëxhali. Kolera sëmundje e njohur që ndodh po luftrash. Dëxhali është një nga shenjat e kiametit, që do të jetë sprova më e madhe për njerëzit. S'ka pejgamber që mos përtreq vërejtjen popullit të tij nga sprova e dëxhalit, dhe unë të njëjtën gjë po bëj. Ai do të dalë në mesin tuaj padyshim. Pra do të jetë neve na ka rënë për pjesë. Mirë, po nëse njëri është në Mekë, në Medinë, nuk futet në ton dëxhali, pra do të shohim hadithin se çfarë thotë. Ndërkohë që do të shkelin në gjithë tokën, do të sprovojë gjithë njerëzit. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anqab al-madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Abu Huraira tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në hyrjet e Medinës ka malaika. Në hyrjet ku futet pra makinat, njerëzit, në hyrjet e Medinës, në rrugët kryesore ku futet njerëzit në Medinë, ka malaika, ka engjëj. Për këtë arsye, s'mund të futet në Medinë ose nuk futet në Medinë kolera dhe dëxhali. Nuk depërton, e ndalojnë malaika. Për këtë arsye dhe kur di dëxhali në Medinë, nuk do të mund të futet dhe do të gjujë me kom afër Medinës dhe vendin në quajtur Gjuhfe, dhe munafikët që janë brenda Medinës do të dalin te ai. Për ndryshe banorët e Medinës janë të sigurt dhe janë të qetë.